Në këtë rast e zgjidhet me kanun në deklarata e babait të Selim Bollati ndes debat për tensionet në Big Brother VIP Albania. Një moment i fortë ka ndodhur gjatë një lidhje telefonike në një emision televiziv, ku babai i banores Selim Bollati reagoi ashpër për situatat e krijuara brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Gjatë bisedës, ai u ndalte ofendime që sipas tij janë drejtuar vajzës së tij nga Rogerti, duke theksuar se kur ofendohet një vajzë, sipas mentalitetit tradicional, nuk preket vetëm ajo, por e gjithë familja. Nëse një vajzë ofendohet 2 herë, është ofenduar familja e saj, babai, vëllai dhe të gjithë. Në këtë rast e si zgjidhem me kanun, u shpreh ai një deklaratë që ka ngritur shumë diskutime për gjuhën dhe tensionin që po krijohet rreth këtij sezoni. Situatat e fundit kanë bërë që shumë njerëz ta cilësojnë këtë edicion të Big Brother VIP si një sezon ku konfliktet po marrin një drejtim shumë më të rëndë se debatet normale të një reality show. Në vend të përplasjeve të zakonshme verbale, gjithnjë më shpesh po përmenden fjalë si kanun, kërcënime dhe paralajmërime për përballje jashtë shtëpisë. Kjo ka ngritur shqetësime se formati po rrshet drejt një klime tensioni që nuk duhet të ekzistojë në një program televiziv argëtues. Kur banorët fillojnë t'i drejtohen njëri tjetrit me referenca ndaj kanunit, situata kalon nga debat televiziv në një narrativ shumë më të rrezikshme. Një pjesë e kritikave janë drejtuar edhe ndaj mënyrës se si po menaxhohen këto situata. Sipas shumë zërave, mungesa e reagimit të menjëhershëm ndaj disa deklaratave të forta brenda shtëpisë ka krijuar idenë se disa banor po tolerohen më shumë se të tjerët. Në këtë kontekst është përmendur shpesh rastet e Rogertit, për të cilin thuhet se pavarësisht përplasjeve dhe gjuhës së rëndë në disa momente, nuk janë marrë masa të forta nga produksioni. Në të njëjtën kohë është kujtuar edhe rasti i Gretës, e cila u përjashtua nga gara shumë shpejt pas ofendimeve që bëri. Edhe pse shumë njerëz janë dakord që masa ndaj saj ishte e drejtë, mënyra e reagimit të menjëhershëm në atë rast dhe toleranca që sipas kritikëve po tregohet në raste të tjera ka krijuar perceptimin se rregullat nuk po zbatohen njësoj për të gjithë. Për këtë arsye, disa komentuese përshkruajnë situatën me një shprehje të fortë. Për disa banor produksioni është si një nën, ndërsa për disa të tjerë si një njerëz. Debatet e vazhdueshme, tensionet dhe përmendja e kanunit kanë bërë që shumë njerëz të kërkojnë më shumë qartësi dhe ndërhyrje nga produksioni, në mënyrë që loja të rikthehet te strategjia, gara dhe spektakli, e jo te kërcënimet apo konflikte që mund të shkojnë përtej ekrani.